Jeshile për glibenklamid, që do të thotë jeni duke përdorur sakt është rasti. Kur glibenklamid është marrë me recetë dhe po ndisni me përpikmëri dozën e përcaktuar. Glibenklamid duhet të merret para ushqimit dhe me ushqimin e mjaftueshëm për të shmangur rënjen e madhe dhe të rrezikshme të sheqerit në gjak. Jeni duke kontrolluar dhe monitoruar rregullisht sheqerin në gjak. Nëse ndiheni i këputur, djersiteni dhe ndjeni rraje të shpeshta zemre, menjëherë konsumoni pak sheqer, një frut apo pak bukë, kjo pasi këto janë shenjat paralajmëruese të hipoglicemisë. Pacienti që mjekohet me barna të tilla gjithmonë duhet të ketë me vete pak sheqer ose një karamele për një situatë të tillë.